Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në këtë përmbledhje të disa nga informacioneve nga java që po lëm pas. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet për herë të 35 të shtunën. Propozimin për komisionin për votim të fshehtë të kryetarit të Kuvendit e kanë votuar për vetëm 51 deputet, ndërsa një ka kundërshtuar. Seanca është shtyr për të hënën për të 36 herë për të tentuar të zgjidhin gërçin e Kuvendit. Komiteti për Politikë dhe Financa të Komunës së Gjakovës gjatë javës që shkoi ka mbajtur mbledhjen e radhës. Aty u diskutuan çështje të ndryshme në interes të qytetit. Nën kryesimin e kryesueses së Kuvendit Komunal të Gjakovës, Arbnesha Kuqi, është mbajtur mbledhja 6 e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2025. Pas miratimit të proces verbalit të mbledhjes së kaluar, Durim Haliraj, drejtor për Buxhet dhe Financa në Komunën e Gjakovës, tregoi sa të ardhura dhe shpenzime priten për këto 3 vite dhe si do të planifikohet përdorimi i paras publike. Tani me në qarkurën e parë buxhetore dihen burimet e financimit. Në burimet e financimit është grandi i përgjithshëm që është marrë me numrin e ri të popullsisë, të gjitha komunave, po ashtu janë edhe grande të tjera specifike. Me lejoni të shpjegoj që në grandin e përgjithshëm e Komuna Gjakovës merr mjete në vlerë prej 16.347.820 euro. Grandi specifik dohet me formulë që është 89% për koku banori, po ashtu 5% është për komunitetet jo shumicë, ndërsa 6% është pjesa e territorit të mbuleshmërisë së cilës komunë. Për këtë pikë të rendit të ditës, diskutime patin nga opozita, Alita Farshiku nga vetëvendosja tha se nuk po vijmë tek përfundimin nga ajo që po ju premtojmë qytetarëve dhe ajo që po planifikojmë. Praktikat na kanë treguar që për dallim prej COVID, kur po vinte përpilimi i buxhetit vjetor, atëherë po kemi dallime ose ndryshime rrënjësore rreth asaj çka ju premtojmë qytetarëve dhe çka po planifikoni dhe po trumbetoni që keni realizu për 3 vite të ardhshme. Njëjtë edhe kjo tabel, domethënë për investime kapitale veçma, se dihet që interesi i qytetarëve është për investime kapitale. Një tjetër pikë e rëndësishme e diskutimit ishte raporti vjetor i ndërmarrjes publike lokale, stacioni autobusëve për vitin 2023-2024, të cilin e prezantoi nën kryetari Flamur Fetahu. Ndërmarrja në pele stacioni autobusave është në rrugën e drejtë, e cila çdo vit është duke i rritur të hyrat, jo me ndonjë përqindje të madhe, por është në rrugën e stabilizimit. Arsyeën pse nuk ka një rritje të theksuar të hyrave për shkak se ka vetëm 3 lloj të hyrave të burimeve. Ato janë të hyrat nga furnizimi, të hyrat nga qerat, të hyrat nga parkingu. Pra nuk e ka një mundësi tjetër për momentin që të krijojë hyra më shumë, po unë duhet të falenderoj edhe gjithë stafin e ndërmarrjes për shkak se kanë një kujdes të vazhdueshëm për menaxhimin e tyre dhe për menaxhimin e shpenzimeve. Alita Farshiku kërkoi një përgjigje për çështjen e trafikut urban. Ndoshta një aktivitet që unë me sa po e shoh me këtë trend po shkon në shurje. Përderisa kemi komuna tjera që po nxisin, domethënë qarkullimin e qytetarëve me trafik urban, na kemi mungesë. Kemi mungesë serioze edhe në përfshimje të hartës qarkullimit. Mos harrojmë që kemi një zgjerim qytetit, pjesa e qytetit është Dardania, janë pjesë periferike që me domos duhet të përfshihen në hartën e qarkullimit trafikut urban, por edhe në mungesën e investimeve me autobus. Nën kryetari Fetahu pati një sqarim. Edhe bashkë me kryetarin Gjini kemi bisedu formen se si kjo ndërmarrje të ketë disa autobus të linjat urbane dhe urbane periferike. Unë isha në një takim edhe në Ministrinë e Financave, isha në takim, edhe një organizatë angleze ka ardhur dhe ka bë një pasqyrë në 7 komunat të mëdha të Kosovës. Kur sipas kësaj organizate, Gjakova e mbulon me 16 autobusa, gjithë terrenin.
jo në vija ndërurbane, po vija urbane periferike. E kem diskutu edhe qyteti është rritë, është të vërtet që është zgjeru, mirë po e ta duhet me pa se në cilat linja janë të nevojshëm të ketë autobus urban. Në këtë takim punë është diskutuar edhe për raportin e monitorimit dhe vlerësimit të planit zhvillimor 2020-2023 dhe hartës zonale 2024-2032, si dhe për shumë çështje tjera të planifikuara. Tashmë janë hapur 2 zyra të cilat do të shërbejnë për të ofruar shërbime pa pagesë për procesin e regjistrimit të kadastrit. Materiali në vazhdim na njeh informacione shtesë. Në komunën e Gjakovës ka nisur procesi i rindërtimit të kadastrës dhe regjistrit të drejtave mbi pronën e paluajtshme, një projekt i rëndësishëm që po realizohet me mbështetjen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Gjevalin Nikol Bibaj, drejtor për kadastër, gjeodezi dhe pronë në Gjakovë, tha se tashmë janë hapur 2 zyra. Për momentin të hapur 2 zyra nga operatori ekonomik në bashkëpunim me komunën dhe me Agjencionin Kadastral. Për zonat kadastrale Gjakov qytet, pjesë e saj Gjakov jashtë qytet dhe Zidis e Lekagës, është zyra në rrugën Luan Haradinaj numër 50, afër prokurisë së sigurimeve këtu në tranzit, kurse zyra tjetër është në Dardani, ish Piskot, dëshmore të Leshi numër 179/2 ose afër lapidarit që i thujme të Dardania. Sipas tij, përfitimet janë të mëdha pasi qytetarët mund të kryejnë shërbime si trashëgimia, ndarja fizike e parcelave, kalimi i pronës me marrëveshje dhe lokalizimi i objekteve, të gjitha pa asnjë pagesë. Përfitimet janë dhaja me rindërtimin e katrasit. Qytetarët e këtyre zonave përkatëse ku bojnë pjesë, ku gravitojnë, kanë përfitime të ndryshme, siç është trashëgimia, matjet të katastrale, ndamjet fizike, kalimi i pronës në marrëveshje, do thotë gjendjes faktike që janë në mes banorëve. E thash trashëgimin, këto procedure janë gjitha pa pagesë, përgatitja e elaboratave për legalizim të shtëpia të objekteve të dyqaneve që qytetarët i kanë, do thotë gjitha elaboratet bëhen pa pagesë deri te procedimi në zyrën drejtorinë për urbanizëm. Interesimi i qytetarëve për t'u njohur me shërbimet që ofron ky projekt ka qenë i kënaqshëm, shtoi drejtori Nikol Bibaj. Interesimi ka qenë shumë i madh i këtyre qytetarëve, po edhe i qytetarëve që gravitojnë në zona tjera katastrale, për shkak ndoshta jo të informimit komodit sa adekuat, kanë ardhur në zyrën katastrale, po në zyrat tona. I kemi drejtuar te operatori ekonomik se i ka qenë këto 2 zyra në bashkëpunim me Agjencionin Kadastral. Afati për dorëzimin e dokumentacionit është deri më 15 shtator 2025, ndërsa më pas do të fillojë faza e matjeve në terren, e cila do të zgjasë 1 vit të plot. Njësia e trafikut rajonal në Gjakovë është pajisur me 2 motocikleta, nga aty thanë se ato do të përdoren për të lehtësuar punën dhe lëvizjen e zyrtarëve policor. Njësia trafikut rajonal në Gjakovë është pajisur me 2 motocikleta të cilat do të shërbejnë në identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, duke pasur si prioritet drejtuesit e motocikletave. Kapiten Albin Saçia u shpreh se në të ardhmen pritën të vijë motocikleta tjera me kubikazh më të madhe. Ne si rajoni Gjakovës, njësia trafikut rajonal është pajisur me 2 motora që janë 125 kubik. Me këta motora, policia trafikut vepron në trafik në identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshme, por si prioritet janë identifikimi i kundërvajtjeve të motociklistëve. Zyrtarët policori kanë kryer trajnimet në lidhje me motocikletat edhe ata vazhdojnë me patrullimet e ndryshme. Në të ardhmen e shpejt priten edhe motora tjerë në kubikazhe edhe më të madhe. Kapiteni Saçia tha se duhet bashkëpunuar në mënyrë që të mos ketë viktima në komunikacion dhe të vedieson drejtuesit që të mos vozisin motocikletën pa masa mbrojtëse. Si sfide jona dhe policisë është që ne të punojmë dhe të ndikojmë së bashku në një preventiv, në një vetëdisim dhe po ashtu të ngrisim kulturën e drejtuesve të motocikletave që ata të mendojnë për sigurinë e tyre. Ne nuk mund të lejojmë viktima në rrugë, nuk mund të lejojmë fëmijë ta drejtojnë motocikletën, pra duhet t'i vetëdijsojmë edhe ata dhe prindrit e tyre. Nuk mund të lejojmë në rrugë që drejtuesit e mjeteve, e motocikletave ta drejtojnë
motocikletën pa helmet, mbrojtëse, pra duhet një herë për gjithmonë të ngritet vetësimi, të kemi një kulturë më të madhe, dhe për shkak se nëse një drejtues i motocikletës e vendos helmetën, atëherë mundësia në rast të aksidentit, mundësia që të pasoj lëndime të rënda apo të përfundoj me fatalitet është më e vogël, krahasu për shembull nëse nuk e ka vendosur në helmet. Komandanti i trafikut rrugor bëri të ditur se sipas planifikimeve të policisë, nuk do të ndalen deri në identifikimin e kundërvajtjeve dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara. Në bazë të planifikimeve që kemi, në bazë të situatës, gjendjes që zhvillohet në terren, ne si polici nuk do të ndalemi. Pra do të vazhdojmë në identifikimin e këtyre kundërvajtjeve, do të vazhdojmë deri në arritjen e efektit të dëshiruar që ata drejtues të motocikletave më në fund të vetësohen, të ngritet kultura dhe kur dalin në trafik, të dalin në mënyrë të rregullt, domethënë të dalin me një motocikletë e cila është regjistruar, është e siguruar, për shkak se kem pas probleme në të kaluarën ku nuk u dit as prejardhja e motocikletave. Qëllimi kryesor është që ata t'i vetësojmë ta vendosin helmetën. Domethënë helmeta është një siguri shumë e lartë për ata, nëse ata drejtues motocikletave vetësohen dhe e vendosin helmetën në trafikun rrugor, domethënë gjatë ngasjes së motocikletës, atëherë mund të them që ja kemi arritur qëllimin të gjithë. Për fund, kapiteni Sahaçia tha se mosvendosja e helmetës pason me një gjobë prej 100 eurosh, ndërkaq te kundërvajtjet tjera gjobat janë më të larta dhe se do të vazhdojnë me aktivitete preventive të policisë. Në vend është përhapur frikën për numër të madh të gjarpërinjve. Në vazhdim njihemi me disa informacione e këshilla rreth kësaj teme. Me ngritjen e temperaturave është më e shpesht edhe prezenca e gjarpërinjve e shumë njerëz praninë e tyre kanë fobi. Fotografi Blerim Gjoci, i cili një pjesë të kohës së tij e kalon duke fotografuar kafsh, thotë se gjarpërinjt nuk janë shtuar, ata nuk sulmojnë njerëzit, por vetëm nëse i shtypim ata. Ka gjerpna në disa lloje të pemëve, disa lloje gjerpna, se ata duhen me konsumu diçka. Aty ku është foleja e shpesve, mund tjetë edhe gjerpni se shkon në konsumon votës të vezlit aku ta diun, por nuk ka ndodhur ndonjëherë në rast që më hudh prej pemës dikujt në trup. Këto ta kanë shumë garantune. Më koni jo më kish hudh mua ja kërkuj. Treta unë frekuentoj prej pashtrikut e gjitha bjeshtën e mëna. Domethënë edhe nuk e frekuentoj rrugën as asfaltin. Unë gjithmonë jam në brendësitë e natyrës. Nuk kam pas ndaj sulm deri tani. As nuk besoj edhe në të ardhmen që do të kem ndonjëherë ndonjë sulm prej tyre, sepse ata në vendin e tyre, ne rreziku më i madh që qëllon është kur ta shkel me kom. Sipas Gjocit, gjarpërinjt janë të pranishëm në fusha, në male, në shkurre, në pemë e prandaj, kur njerëzit shfrytëzojnë natyrën për piknik, duhet të kemi kujdes. Në Kosovë është edhe i trend të piknikit që e kem pas gjithmonë. Edhe kjo është e mirë për fëmijët që luajnë me top në natyrë. Ju futet topin në një shkurre, ta kenë kujdesin shumë atë shtuar, sepse gjarpërinjt në shkurre, kur të shkon me marr topin, ta ketë kujdes shumë shtuar. E mirë është që të shkon prindit i, po dhe nëse është mundësia që nuk qëllon prindi aty, fëmia që ta ketë një shkop me veti. Ndërkohë në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjakov thonë se në emergjencë gjatë 2 muajve të fundit janë regjistruar 3 raste nga kafshimi i gjarpërinjve. Vërtet ka filluar sezona kafshimi i gjarpëve, muajin e kaluar kena pas një kafshim të gjarpëve, kurse këtë muaj kena pas deri me tani 2 kafshime gjarpëve. Ata që kafshohen nga kafshimi i gjarpëve vinë në emergjencë, marrin tretmanin e duhur, do të marrin serumin edhe në bazë gjendjes tyre dhe hospitalizohen. Ata që banohen në ardhen me marrë shërbimin në kohë, ata duhet të rrugupin në Prishtinë për një tretman më ndryshe. Marku gjithashtu thotë se serumet që janë kundër helmit të gjarpërit janë të mjaftueshëm në spitalin e Gjakovës. Sa i përket e furnizimit me serume kundër kafshimit të gjarpërit, jena të furnizuar mirë. Do thotë kena në sasi gjithmonë këtu në emergjenci kena 2 serume,
Qimojna, kurse barnatura qendrore e spitalit është e furnizuar, do të thotë, si që shkomon informacione se sa ka sasi atje, kanë treguar se ka sasi të mjaftueshme, do të thotë edhe mbas shpenzimi këtu bën edhe kërkesat. Kujtojmë se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë i është drejtuar qytetarëve me një postim në të cilën thuhet se shumica e gjarprinjve në Kosovë nuk janë helmues, por kafshimi nga NPR mund të jetë i rrezikshëm sepse është ndër më helmuesit në Kosovë. Prandaj edhe kërkohet kujdes nga kafshimi i gjarprinjve. Parkimi i gabuar i veturave vazhdon të mbetet evident në shumë rrugë të qytetit. Nga sektori i trafikut në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, thonë se për një muaj kanë shqiptuar 1000 gjoba për parkim të gabuar të automjeteve. Trotuarët e disa rrugëve në qytetin e Gjakovës janë kthyer në parkingje të veturave. Pothuajse gjatë gjithë kohës në trotuar ndodhen makinat e parkuara gabimisht, duke pamundsuar ecjen e lirë të këmbësorëve. Në rrugën Abdurrahman Buza, makinat janë të parkuar në trotuare. Edhe afër shkollës fillore Femia Agani gjendja është e njëjtë, aty trotuarët janë të zëna nga makinat. E hiq më mirë nuk është edhe në rrugë tjera. Në rrugën Ymer Prizreni, trotuarët janë shndruar në parkingje ilegale. E në qendrën e qytetit në rrugën Nën Tereza nuk ka makina në trotuar, por ka vetura që ndalojnë dhe pengojnë komunikacionin rrugor. Dukuri kjo e shpesh dhe shumë shqetësuese për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Ndërka që rruga Nën Tereza është e frekuentueshme nga makina këtu në qendër të qytetit, por megjithatë gjithmonë drejtuesit e makinave parkojnë makinat në rrugë duke dalur për të kryer shërbimet e tyre personale dhe duke e vështirësuar lëvizjen në komunikacion. Për parkim të automjeteve në vendet e gabuara, zyrtarët policorë në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakovë brenda një muaji kanë shqiptuar 1000 gjoba, por edhe përkundër kësaj dukuria e parkimit të gabuar nuk ka të ndalur. Drejtoria për Arsim në Gjakov ka hapur thirrje për ndarje të bursave për student. Numri i studentëve që mund të përfitojnë nga kjo thirrje është 100. Ka 2 ditë që është shpallur thirrja publike për ndarjen e bursave për studentët për vitin studimor 2024-2025. Drejtoresha e Arsimit në Gjakov, Eranda Kumnova Baçi, tha se në këtë konkurs janë të përcaktuara qartë kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta, të cilat studentët duhet t'i plotësojnë për të pasur të drejtë aplikimi. Në konkursin të cilin e ka shpallë Drejtoria e Arsimit për bursat e vitit studimor 2024-2025 janë kriteret e përgjithshme dhe kriteret më të veçanta. Në kriteret e përgjithshme, gjithsesi që të gjithë i dinë, besoj që edhe studentët të cilët duan të aplikojnë, janë që si pikë e parë është që studenti të mos ketë bursë tjetër, domethënë që nuk ka marrë bursë tjetër, të mos jetë përsëritës i vitit akademik, që është shumë e rëndësi, edhe të paraqesin gjithsesi gjendjen ekonomiko-financiare të familjes së tij. Kriteret të tjera të cilat përdoren në bazë kur të bëhet selektimi në komisionin i cili i shpërndan këto bursa, si kriter i cili ka më shumë pikë është nota mesatare, e cila duhet të jetë në mes notës 9 dhe 10, apo ose suksesi i shkëlqyshëm, nota mesatare që është pikë 2, që është mes notës 8 dhe 9 dhe kështu me radhë. Domethënë varësisht nga aplikimi të cilën e bëjnë studentët, kriteret vendosen sipas notës mesatare. Mes tjerash, Kumnova Baçi tregoi se bursat do të ndahen për disa profile të studimeve dhe 100 student do të jenë përfitues. Komuna Gjakovës ka ndarë 60.000 euro për bursa dhe parashihen të ndahen 100 bursa për student në 17 fusha të ndryshme studimi. Afati aplikimit për bursa mbyllet me datën 1 shtatit 2025. Kumnova Baçi inkurajoi studentët që i plotësojnë kushtet të aplikojnë brenda afatit të parapar. Profesionistët shëndetësor apelojnë për kujdes të shtuar gjatë ditëve me temperatura të larta, në veçanti kujdes duhet pasur personat në moshë të shtyr, fëmijët, gratë shtatzëna e personat me probleme shëndetësore.
Mjeku në repartin e urgjencës së qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, Ron Hoxha, thotë se me fillimin e sezonit të verës dhe rritjen graduale të temperaturave, është vërejtur një fluks në rritje i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Sipas tij, ende nuk është arritur pika kulmore, por në javët në vijim pritet që situata të rëndohet më tej, sidomos me shtimin e temperaturave ekstreme. Normalisht me futjen në sezonën e verës dhe me rritjen e temperaturave, ka fillu me u vrejt edhe një rritje ose një fluks ma i shtuni pacienta, mirë po prapë nuk konsiderojmë që kemi arrit pikun e problematikës që ndërlidhet me rritjen e temperaturave, pritet në javët të vazhdim normalisht, që edhe pjesa fluksit të qytetarëve cilë kërkojnë ndihmën mjekësore për shkak të problemeve që ndërlidhen me rritjen e temperaturave të rritet. Ai thekson se më të rrezikuarit nga temperaturat ekstreme janë fëmijët e vegjël, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Personat vulnerabël, fëmijët e vegjël, pra mosha fëminore, personat në moshë të shtyrë dhe personat të tjerë të cilët kanë sëmundje aktuale kronike, janë personat më të rrezikuar për rritjes së temperaturave. Mjeku bën thirrje për respektimin e disa rregullave bazë për të shmangur komplikimet shëndetësore. Është shumë e rëndësishme dhe po ashtu qytetarët duhet i përmbahen disa rregullave strikte, të evitojnë prezencën në ambiente të hapura ku ka rrezatim të shtuar, sidomos në intervalet e ditës ku rrezatimi është më i theksuar, prej orës 12 deri në ora 4, po ashtu është shumë e rëndësishme që ata të qëndrojnë në ambiente të cilat janë të freskëta, kanë përdërim të kondicionerit, të hidratohen sa më shumë që është e mundshme gjatë ditës, kryesisht me ujëra dhe të evitojnë lëngjet e tilla siç janë për shembull kofeina, alkooli apo dhe lëngjet të cilat posedojnë një përqendrim të rritur të sheqerit për shkak se ato përkeqësojnë gjendjen sidomos tek personat me sëmundje kronike. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, shmangje të ekspozimit në diell dhe hidratim të vazhdueshëm për të parandaluar pasoja serioze që mund të sjellin temperaturat ekstreme. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me ne dhe programin ton. Mirëmbëjtje.